Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Soba po ju turpëron, kjo recet pas ka qenë shpëtim jete. Furra është një nga pajisjet më të përdorura në kuzhinë dhe pikërisht për këtë mundet të ndodhë që të mos i duroni dot aromat e këqija të cilat vijnë nga brenda. Por si mund t'i hiqni ato? Për fat të mirë ka disa përbërës natyral që përfaqësojnë zgjidhje të vlefshme për të kapërcyer problemin e një furre me erë të keqe. Molla. Molla ka aftësinë që të neutralizojë aromat dhe të parfumojë këndshëm mjedisin. Merrni një mollë dhe qërojeni, e prisni në 4 pjesë dhe piqeni në furrë për plot 15 minuta në 180 gradë. Në fund të gatimit, hapeni furrën dhe nuhatni aromën. Limoni. Limoni gjithashtu ka veti që të neutralizojë aromat dhe t'i jap një aromë të shkëlqyer mjedisi dhe për këtë arsye mund të përdoret për të hequr aromat e këqija të cilat vijnë nga furra. Përgatisni një përzierje me 500 ml ujë dhe 150 ml lëng limoni. Hidheni në një shishe spray dhe spërkateni atë në të gjithë sipërfaqen e furrës duke përfshirë edhe pjesët anësore. Një alternativë për përdorimin e limonit është që ju të merrni një tepsi, ta mbushni atë me pak ujë dhe lëngun e 3 limonëve. Në këtë moment ndizni furrën në temperaturë të ulët dhe lëreni për të paktën gjysmë ore që ta avullojë me limonin. Pasi të fiket furra, lëreni tavën ende brenda me derën e mbyllur dhe lëreni që të thahet. Në fund kaloni një leckë mbi të gjitha sipërfaqet. Uthull ose lëvoshk portokalli. Në vend të limonit ju mundet që të përdorni edhe uthull të bardhë ose uthull molle. Bëni një përzierje me ujë dhe uthull dhe spërkateni në të gjitha sipërfaqet e furrës. Lëreni të veprojë për pak dhe më pas shpëlajeni. Mundet të përdorni edhe lëkurat e portokallit për t'i futur ato në tepsi. Piqeni ato në një temperaturë jo shumë të lartë, por për rreth gjysmë ore. Sodë buke. Edhe soda e bukës është e njohur për të gjitha vetitë e saj të shkëlqyera kundër aromave. Është perfekte për të zgjidhur çdo problem me to. Krijoni një pastë duke përzier sodë buke me ujë dhe më pas fërkojeni atë në furrë. Mund ta kombinoni sodën e bukës edhe me uthull. Gjithashtu, soba është një prej pajisjeve elektroshtëpiake më të përdorura në kuzhinë. Fal saj mundet të gatuajmë ushqime të pjekura nga më të larmishme dhe më të shëndetshmet, por në qoftë se ne nuk tregojmë kujdes në pastrimin e saj, atëherë ajo e ka tendencën që të akumulojë yndyra dhe papastërti që ngjiten dhe sigurisht nuk din të shiten më. Shumë anvisa shqiptare kanë në zgjedhje të parë solucionet e forta zbardhuese dhe dezinfektuese. Këto produkte ndoshta munden që të largojnë njollat e papastërtive, por toksinat e lëshuara pushtojnë hapësirën e vogël të sobës dhe gjejnë rrugën drejtë në mushkëri. Anvisat me sa duket harrojnë se përbërësit më të mirë dhe më të shëndetshëm të pastrimit janë pikërisht në kuzhinë. Bëhet fjalë për sodën e bukës dhe për uthullën. Solucioni ideal për pastrimin e sobës. Të dyja këto substanca nuk përmbajnë kimikate të dëmshme për shëndetin e njerëzit. Ato kanë aftësi pastruese të shkëlqyera dhe me to nuk shpenzon shumë kohë në pastrim. Në këtë video, ju do të mësoni më shumë për mënyrën ideale të pastrimit të sobës. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë sodë buke, ujë dhe doreza, napa pastrimi, spatullë kuzhine, shishe spërkatëse, uthull e bardhë, molle ose rushi. Udhëzimet.
Hapi i parë është që ju të zbrasni sobën tërësisht si nga zgara ashtu edhe nga çdo pajisje tjetër në brendësinë e saj. Ne ju këshillojmë që ju të merrni një tas të vogël dhe gjithashtu ta përzini gjysmë filxhani çaj me sodë buke me disa lugë gjelle me ujë. Përzini së bashku derisa të formohet një pastë e mirëfillt dhe shpërndajeni pastën në sipërfaqen e brendshme të sodës duke prekur kështu elementët specifik të saj. Për lyerjen e sobës mundet të përdorni doreza plastik. Gjatë aplikimit të pastës ju do të vëreni se soda e bukës do të marrë ngjyrë kafe. Lëreni të qëndrojë për plot 8 deri në 10 orë dhe gjatë kësaj kohe ju mundet të pastroni zgarën e brendshme të sobës. Më pas merrni një leckë të lagur dhe përpiquni që të hiqni sa më shumë nga pasta e përthar. Për hapësira më të ngurta dhe më të thella, mundet gjithashtu që të përdorni edhe një spatula plastike. Mbushni një shishe spërkatëse plastike gjithashtu me ujë dhe spërkateni të gjithë sobën edhe me uthull. Pasi kështu do të vëreni se ndër veprimi me sodën e bukës do të formohet një shkumë e bardhë dhe më pas duhet të përdorni një leckë të lagur dhe ta fërkoni sërish sobën nga brenda derisa çdo mbetje e saj të jetë zhdukur. Nëse keni nevojë për më shumë uthull, mund ta mbushni shishen sërish derisa soba juaj të shkëlqejë nga pastërtia. Me kalimin e viteve, pajisjet elektronike kanë ndryshuar shumë dhe janë bërë gjithnjë dhe më të sofistikuara. Nëse deri para 10 apo 15 vitesh kishit në shtëpi soba të mëdha me vatra gazi dhe korrendi që shpeshherë i ngjanin një rrjete me rimange pasi mblidhnin shumë thërri me ushqimi apo shenja vaj, sot vendin e tyre e kanë zënë sobat me pianor prej xhami dhe qeramike. Nuk keni nevojë të shtypni çelësa apo t'i ndisni me shkrepse pasi teknologjia, komandimi me gishtë që është arma e tyre më e fortë, por sipërfaqja e tyre është e shenjtë dhe e lëmuar, shpeshherë i tremban visat, sidomos në raste tregon të pavëmendshme, derdhin gabimisht që umshtin gjellën apo kur skuqin perime me shumë vaj. Gaboheni nëse mendoni që një pajisje e shtrenjtë kërkon me patjetër larës të shtrenjtë. Zgjidhja për këtë është pikërisht në kuzhinën tuaj, po aty ku ju keni edhe sobën. Prandaj ne sot do t'ju njohim me një larës të bërë në kushtet e shtëpisë i cili do të heqë të gjitha njollat dhe lanë fornellat e pianorës. Prandaj, mbajni shënim këtë recetë përpara se ta harroni. Përbërësit që juve do t'ju duhen për këtë recetë fantastike janë uthull molle ose uthull e bardhë prej rrushi, sodë buke dhe gjithashtu krip. Në një enë shtoni 2 lugë gjelle sodë buke, 1 lugë çaj krip dhe uthull molle ose uthull rrushi derisa të formohet një pastë. Më pas shtoni një gotë ujë të vakët. Merrni një sfungjer të butë dhe njomeni me larësin e sapo krijuar dhe fërkoni sipërfaqet të cilat kanë njolla. Në qoftë se njolla është e vështirë, hidheni sipër pluhurin e sodës së bukës dhe vazhdoni pastrimin e saj me sfungjer. Në fund, ju duhet që të pastroni pianurën me një leckë të lagur dhe në fund me një leckë të thatë. Kështu soba juaj do të shkëlqejë tërësisht dhe mbi të gjitha ajo nuk do të gërvishtet nga këta përbërës. Gjithmonë kujdesoni që ta pastroni atë në kohë në mënyrë që yndyra të mos ngjitet mbi pianur. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku, para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.